efektive? Jo, në fakt, është një ndjenë fare e mirë, edhe një theme do t'ishte edhe një fushat shumë e zbet për të gjitha partit, pa përjashtim, organizim ose mbajtja zgjedhjeve pa pasur rezultat të formimit të institucioneve. Do të dakordohemi të shkojmë në zgjedhje tjera, unë kam thënë prej fillimi që është mund të mbetet mundësia e vetme. A do t'jetë mundësia optimale, me siguri që jo, edhe absolutisht as më e favorshme për qytetarët. Pra, ju keni besim që prapë mund të bëhet qeveria? Jo, unë kam, në fakt, unë tani po flas për preferencat e mia tërësisht. Kjo ka të bëjë me çështjet ose mendimin tim personal, që unë mendoj që mbajtja dhe një parë zgjedhjeve nacionale pa pasur rezultat në formimin e institucioneve aktualisht për të gjitha partisë, reflektimi në procesin zgjedhor do të jetë i keq. Gjithsesi do të jetë i zbet, dalja mund të jetë e ulët, si dhe qytetarët mund të jenë të pakënaqur. Tani, jo që hezitoj ose them që nuk do të shkonim në zgjedhje tjera. Nëse ajo mbetet zgjidhja e fundit, po, edhe mund të organizohen. Të paktën mos të kemi edhe ripërsëritje të procesit zgjedhore në data tjera, por të jetë të përbashkët me zgjedhjet lokale në mënyrë që qytetarët të mos kalojnë në për procesin e fushates, organizimit zgjedhjeve, mbajtjes e pritjes së rezultatit edhe një herë në afatet të cilat i kemi pasur. Kjo është arsyeja që është propozuar mbajtja e dy parë zgjedhjeve bashkë. Po jo që është synimi të shkohet deri aty pa formu institucionet. Nëse nesër ka vullnet politik, ju bëjt thirrje të gjitha grupeve parlamentare që të reflektojnë, numrat i kanë që të marrin pjesë në votim qofshin pozitiv ose negativ në raport me propozimin që është në tavolinë, propozimi që është për një komision për votim të fshehtë. Po, edhe kjo kontestohet, edhe nga aspekti për shembull i transparencës, pra sidomos vetëvendosja, dhe e kam parasysh që ju jeni pjesë alternatives, por keni qenë një kohë gjatë tashmë në koalicion me vetëvendosjen, keni një farë bashkëpunimi të ngushtë. Tani, ju po kërkoni që të bëhet një votim i fshehtë realisht për çfarë? Votimi i fshehtë për të pa, me të vërtet është vullneti i gjitha atyre deputetëve, të gjitha partive shqiptare dhe të komunitetit jo shumicë jo sërb, me përjashtim të zotit Rashi që është në deklaru publikisht edhe në mbështetje edhe të zonjës Haxhiu edhe të qeverisë, që është ndryshe nga ajo se çfarë deklarojnë krerët e partive. Do të thotë ka deputet edhe nga PDK-ja, edhe nga LDK-ja, që kanë deklaruar që do mund të votonin. Ku kanë deklaruar? Jo publikisht? Në takim, jo publikisht, në takime të ndryshme, apo edhe jo zyrtarisht, që do me thënë vota atyre mund të ishte, ose është, ose mendimi i tyre, nuk është asgjë kundër zonjës Haxhiu, ose konstituimit të institucioneve, por është qëndrimi i partisë. Vota e fshehtë është forma më demokratike për të zgjedhur një institucion. Ne zgjedhim presidentin ose presidenten. Ku bëhet edhe një lloj tregtimi, le të themi. Absolutisht jo. Pse jo? Ne po në diskutime, për shembull të Glau Konjusës, ish kryeparlamentarit, me familjar të një deputete e zënja. Po, ajo ka qenë, në diskutim ka pasur përpjekje për takim. Dhe kaq. Pas asaj, po i njëjti, ka bërë publike të gjithë biseden, në cilin nuk ka asgjë të jashtëligjshme, ka vullnet për të ulur për të biseduar. Tani mund të diskutojmë nuansat e është dashur me familjarin apo drejt për drejt me deputetin e kështu me radhë, por në parim... Po shumë nuansa këtu diskutojnë realisht. Por në përmbajtje, nëse janë të... Po fillimisht, ju po flisni në parim, po çfarë parimi është të flasësh me babajnë e një deputete zgjedhur? Kjo nuk është parim, zonja Kusali, apo jo? Çfarë parimi është kur e përfshin fundja fundit votën e një deputete e përfshin babajnë këtë rast? Fillimisht paternaliste të flasësh kështu në aspektin vleror. Ajo është e vërtet, por ne asnjëri nuk mund të dimë se si janë raportet e një personi me një person të caktuar. Jo, po kur ke parime nuk mërzitesh për atë pjesë, ki ke pro parim që flet, respekton sidomos votën e një gruaja. Ajo nuk ka qenë bisedë në aspektin formal institucional, ka qenë bisedë e bazuar në komunikimin e mëparshëm që e kam pas, ose në fjalë që ka thënë dikush për dikë. Kështu që pajtohem, absolutisht pajtohem. Privat për çështje private, po flasim për votën këto diskutuar. Po, diskutimi më tutje ne nuk e dim se si do të rrjete, a do të ishte në prezente deputetja, apo jo për arsye se ajo është ndalur që në fillim, dhe janë bërë publike mesazhet nga
babaj në një studio tjetër televizive, që është e drejtë të tyre dhe natyrisht që dhe kanë që ngrej menduar... ato dyshimet që praktikisht diskutimet nuk bëhen këtu për parime. Prandaj po ju sfidoj paksa se po duket ju e sinqert thuhet po flasim për parime. Në rast se është bindja se nuk ka asnjë ndryshim në vullnetin e deputetëve për të votu zonjën Haxhiu. Dhe në rast se janë të bindur se edhe do t'ishte vota njëjtë sikur ishte vota kur u votua me votim të hapur, atëherë e para nuk do t'ishte gjithë ky hezitim për ndalim të procesit të votimit të fshehtë, apo do t'ishte angazhim për të rrëzu këtë votim. Se këtu janë dy rrugë, se dhe e mund të rrëzohet. Do me thënë, ne mund të mos shkojmë fare të votimi fshehtë. Nëse ata marrin pjesë në votim edhe rrëzojnë nesër komisionin për votim të fshehtë. Nuk duket që do të ndodhë. Po mirë, edhe kjo është zgjidhje. Edhe kjo është zgjidhje për të ecë tutje dhe për të thënë, okej, e shihni që nuk kaloj. Nëse bazohemi në vullnet politik dhe jo në zgjidhje ligjore ose në pritje të interpretimit të gjykatës kushtetuese. 12 tetorin si zgjedhje, si datë të zgjedhjeve lokale. Tash ne po e dim. Në po shoh që eksponent të vetëvendosjes vazhdimisht po thonë që mbas edhe mund t'i mbajnë të njëjtën ditë edhe pse e përmend arsyen për faktin se nëse nuk ka asnjë zgjidhje, të paktën ketë marrëveshje, po e marrëveshje duhet arrihet prapë me një votim në kuvend. Për arsye se e para është konstituimi, në një seancë mund të bëhet paradite konstituimi i kuvendit, votimi i kryetares ose kryetarit dhe nënkryetarëve, dhe pas dite të bëhet shpërbërja, për të cilën nevojiten 80 vota. Për të cilën duhet konsenzus i gjerë, jo vetëm sa për marrëveshje politike me 61, por me 80, me 2/3 e deputetëve të kuvendit.